Në mbledhjen e fundit të LDK-s, Lumira Digjiku ka mbjetuar votbesimin për dorëheqjen e tij. Nga 300 delegat, 164 votuan kundër dorëheqjes, ndërsa 136 votuan pro. Analisti Ron Gjinovci e përshkruan LDK-n tashmë si shembull të demokracisë, por vlerëson se udhëheqja aktuale mbetet e dobët dhe e influencuar nga oligarkia. LDK-ja shembull i demokracisë për partinë në Kosovë, edhe unë mendoj që Lumiri një herë për një herë është zgjidhja më e mirë, e kjo zgjidhje më e mirë fatkeqësisht është shumë e dobët. Kryetar që mbështetet nga oligarkia në tentativë e Kosovës dhe i paaftë me kriju kauzën opozitare. Për më tepër, në votim 164 delegat votuan kundër dorëheqjes së Abdigjikut, ndërsa 136 pro. Pak problem, shkruan ai. Reagimet nuk ka munguar, por disa kanë marrë edhe një ton ironik. Edhe Viktor Buzhala në një postim në Facebook ka shkruar me ironi: me votbesimin ndaj Abdigjikut, LDK-ja e siguroi vendin e tretë edhe për 4 vitet e ardhshme. Urime, shkruan ai. Ironia e Buzhalës lidhet me perceptimin e një pozicioni të dobët elektoral të LDK-s, duke nënkuptuar se votimi për Abdigjikun për ta mbajtur atë kryetar nuk e ndryshon faktin që partia mbetet larg pozitave të para në skenën politike.